Çmimi i lartë i naftës dhe benzinës në Shqipëri po shtyn gjithnjë e më shumë qytetarët e zonave të juglindjes që t'i drejtohen pikave të furnizimit në Maqedoninë e Veriut me qëllim uljen e kostove financiare për blerjen e karburantëve. Ditët e fundit në pikën kufitare në Qafthan është vërejtur një rritje ndjeshme e fluksit të automjeteve që udhtojnë drejt Strugës dhe Ohrit. Në pikat e karburantit në Maqedoninë e Veriut, nafta tregtohet deri në 1,4 euro për litër, çka e bën dukshëm më të leverdisshme, rreth 60 lek më pak për litër në krahasim me atë që tregtohet në Shqipëri. Ndërkohë interesi i shtuar i qytetarëve shqiptar për t'u furnizuar përtej kufirit konfirmohet edhe nga banorët e Maqedonisë së Veriut. Shumë shpesh, shumë shpesh. Shqiptarët në targat të Shqipërisë që vinë këne buçin naftë. Në kushtet e diferencave të ndjeshme të çmimeve, ky trend pritet të vijojë, duke përfshirë jo vetëm blerjen e karburantëve, por edhe produkteve ushqimore në Maqedoninë e Veriut.